në radhë parë, miqtë e ambasadorit Mazi, miqtë e Onofrit, të gjithë të tjerë, zonja dhe zotëri. Kemi sinqert nuk dhe pse me emocionuar sot, sepse ku shikoj këtë auditor, njerëz që janë ndakuar për vitesh me njëri tjetrin që i lidhi shumë ngjarje, ambasadori Mazi, i cili dhe ka mbledhur për një libër shumë të rëndësishëm. Unë tani mësova që ambasadori kishte moshë 70 vjet para një muaji. Por ajo që unë si botues doja të theksoj është që pikërisht ky libër kujton një thënie të Platonisë që thotë historia nuk rrothet nga poetët, por historia është shkenca e dokumentit. Dhe pikërisht ky libër ka dhënë dokumenta. Ambasadori thotë që ka shkretuar mbi 6.000 faqe dokumenta, madje ishte edhe i gatshëm të më sillte në e ka menduar dhe këtë nga ambasadori dini kjo dëshirë që ta përmend që i ka të bazuar dokumenta, që është gati të dëshmojë që ka në dokumenta. Edhe në intervistë që ka dhënë, e ka vënë re këtë gjestë të ambasadorit. Ajo që ka shtyrë është 10 vjeçari i tij i parë që ka punuar sa ka në shkollë lartë në shtëpinë botuese përkthyes dhe redaktor. Të gjitha këto shqetësime, këto tip parë, këto mund të ketë një përkthyes dhe një redaktor, një botues. Sepse nga merr mendja rrallë do ketë njerëz në këtë botë përveç botuesve, redaktorëve, përkthyesve, aq të kujdesshëm me fjalët, me pikën, me presjen, me ndryshim të vogël që mund të japë edhe kuptime të ndryshme, por mund të bëjë edhe keq kuptime të rënda. Dhe pikërisht ky libër me ambasadorin që kemi në ta, dëshmon pikërisht për histori të Kosovës që ne nuk i dimë. Historitë të zhvilluara brenda byrës, brenda sallit të mbyllura, në tavolina. Ato që kur u dalë në konferencë shtypi, por ambasadorët kanë ditur t'i regjistrojë, i bindur, jo vetëm si detyrë që e kishte funksionale si një nëpunës intern i shtetit, por edhe ndërgjegja e tij që e ka prasisht tash nga si përkthyes dhe redaktor që ka qenë. Ky libër pra e ka këtë dhe është një dëshmi e qartë dhe nuk vjen shumë mirë që një libër vjen në kohë kur njerëzit janë gjallë, personalitetet janë gjallë, mund të ndalë pension, po secili mund të dëshmojë dhe përgjegjësia është e madhe atij që shkruan sepse është një ngjarje që ende vlon, është një ngjarje që ende ka pasoja që ajo analizohet dhe përballja me të gjithë këto faktorë është e përgjegjshme, e rëndësishme dhe delikate. Unë tani për librin doja të jepja fjalën të zotit Tarifa, të cilën e falenderoj shumë para jush, është ai njeri që më prezantoi me ambasador dhe jam i lumtur për këtë takim dhe për këtë votim dhe për këtë mbrëmje me ju, me gjithë të mi që ka dhe ndjej gëzim kur ju takoni. I dashur profesor, dy fjalë për librin, ju ke qenë pranë atij libri dhe shpesh kemi biseduar dhe fjala juaj besoj do të ketë shumë interes për Faleminderit. Libri që po na jep sot në dorë është një libër që do të mbetet, një libër që shënon një ngjarje në memoristikën shqiptare, sidomos në historinë politike dhe diplomatike të Shqipërisë dhe Kosovës. Rrallë ka ndodhur që ambasadorët tanë, pasi dalin në pension, ose të karrierës tyre, por kjo është më e vështirë të lënë memoarët e tyre. Në këtë rast, libri nuk është thjesht një libër kujtimesh, por një libër i mbushur me analiza, me dokumente që i arrisin vlerën atij. Dhe unë gjithmonë kujtoj, me që edhe bujari përmendi Konicën, rastin e Konicës, i cili në ato 13 vite që ishte ministër këshilltar në Washington, nuk na la thuajse asgjë të shkruar për karrierën e tij diplomatike në atë vend. Ka dhe një vlerë të veçantë epistemologjike sepse na një
qëndron në një narrativ publike, kujtimet e tij si një aktor qendror në ngjarjet e dekade e cila ka qenë deri më sot shumë e errët, do të thoya, për publikun e gjerë, dhe që ky libër e ndriçon, duke na treguar pikërisht si bëj diplomacia e jashtme, diplomacia e fshehtë, tradativat, negociatat me dyert të mbyllura, dhe ndërsa e lexoja, më kujtohen, më vinë në mend dy emra të njohur të diplomacisë amerikane, Henry Kissinger dhe edhe George Kennan. Kujtimet e tyre, dhe sidomos e diplomacia e fshehtë që në atë kohë nuk dukej, tregon se lufta e ftohtë ishte një luftë që nuk zhvilloi vetëm përmes deklaratat zyrtare të dyshme të përfshirë krejën e tyre, por edhe përmes të negociatave sekrete, të cilat tregojnë përmbajtjen e vërtetë asaj lufte dhe retorikën që e definoi atë. Do të bëja një analogji me librin e Zefit sot, sepse për një periudhë shumë të gjatë kohë, një dekadë e mbushur me ngjarje, por krejtësisht të panjohura dhe që i paraprim pastaj pavarësisë Kosovës dhe ngjarjeve të mëtej, na bën të njohim me ngjarje që askush nga ne nuk i kishte lexuar, sepse dokumentet zyrtare nuk i gjen. Por duke qenë në qendër të ngjarjeve, duke qenë dëshmitar, por njëkohësisht një aktor qendror në ato ngjarje, na sjell në mënyrë besnike frymën e asaj kohe dhe sidomos ngjarjet që kanë ndodhur së tilla. Natyrisht ato janë kujtime, por janë kujtimet e një individi dhe së tilla e bëjnë të pamundur për ne të tjerë ta shohim ngjarjen e ndodhur sikur se ka parë vetë personin në fjalë, vetë njeriu që ka qenë pjesëtar në atë ngjarje, sepse kujtimet janë gjithmonë personale. Ne mund të dimë ç'na thuhet në kujtimet e tjerëve, por nuk kemi kur kujtimet e atij njeriu. Ato janë aq personale saqë nuk mund të krahasohen me asgjë. Gjithmonë private. Por ti bësh ti ndash ato me publikun kur vjen koha dhe në këtë mënyrë siç Zefi bën. Vërtet janë një kontribut i madh thash për memoristikën shqiptare, sepse rrallë herë kanë ndodhur që votimet e tilla të kemi nga ambasadorët tanë dhe për historinë e politikës dhe diplomacisë shqiptare në këtë periudhë. Unë do të thoya që libri ka vlera edhe më tej, vlera teorike në sa i përket teorisë së realizmit në marrëdhënie ndërkombëtare, sepse përmes saj ti kupton si janë parë, si janë trajtuar ngjarje të mëdha ndërkombëtare do të ndikonin në fatin e Kosovës dhe në marrëdhëniet e saj dhe tonat me botën që na rrethon, shoqërinë ndërkombëtare. Është një libër që të angazhon, është një libër që Zefi është dashur kohë ta shkruaj, por nuk do ta kishte shkruar dot nëse nuk do të ishte ky Zef Mazi. Kemi qenë kolegë për një periudhë kohe. Unë do e veçoja si ambasadorin, jo vetëm më veteran, nga viti 90 e këtej 91, por edhe si ambasadorin më të mirë në periudhën pas vitit 91 që ka. Një libër që do duhet të ishte në kohë më parë në duart tona, në bibliotekat tona, sidomos në duart e diplomatëve të rinj, sepse është mjaft i rëndësishëm për ta sqaruar. Është një shkollë vërtet diplomatike. Bujari tha që ky është libri i jetës. Jeta shumë e gjatë se sa një libër, por është libri i parë i jetës së Zefit, sepse unë jam i sigurt që ky libër do të vijojë pastaj me vëllime të tjera. Nuk ka bëj besoj. Sidomos tani që je ngacmuar dhe që ky libër është bërë një realitet. Kështu që për përmbajtjen e tij mund të flas edhe më gjatë, por kujtoj që do të marr në dorë do të shohë se çfarë Zefi ka prodhuar. Nisur mua pëlqen të përmend Aristotelin shpesh me ethosin e tij, me integritetin e tij si person dhe si diplomat, me pathosin e tij në punën që ka kryer dhe me logosin e tij, me atë arsyetim logjik që e ka sjellë në konkluzione shumë të rëndësishme në gjatë karrierës diplomatike gjatë tërë kësaj periudhe. Unë e përgëzoj, sidomos përgëzoj edhe Onufin që mori përsi për të nismë, për të prodhuar një libër me cilësi që i ka munguar deri më sot vendit tonë, Kosovës, edhe përgjithsisht letërsisë të kësaj natyre në rajon. Do t'jap fjalën tani gazetarit një orë Fyder Vishi, ka bërë dhe parthënën në të hipë, që do të ketë Mokollaj besoj të flasë.
kam pasur fatin që ta lexoj që në ndërshkrim librin e Zahmazit. Dhe kisha dhënë të thjeshtë edhe për parathënien dhe për fjalën. Unë kam shumë të thjeshtë, nuk do të thotë që ju do ta keni për kaq thjesht. Kur flasim për Kosovën, zakonisht flasim për NATO, për UÇK-n, për luftën, për bombardimet, për krisma, për Adem Jasharin, për Hagën. Flitet kudo dhe për kudo, por shumë pak flitet për diplomacinë. Ne jemi një vend që s'kemi lënë subjekt pa i bërë kënd, po nga kërkimet që i bëra vetëm për diplomacinë, diplomatët nuk kemi asnjë kënd. Shumë pak flitet për ata që gatuhen për paskenet e tryezave ndërkombëtare, për dokumentat që rishkruheshin deri në mesnatë, për formulimet që dukeshin të vogla, por që mbanin brenda një ndryshimi epokal. Për përpjekjen këmbgulëse që Kosova të mos shihej si çështje e brendshme e Serbisë, por si nyje e krizës që çoi në shpërbrënien e Jugosllavisë dhe që pas zgjedhjeve e saj nuk do të kishte stabilitet në rajon. Dhe pikërisht kjo e bën historinë e saj edhe më domethënëse. Një vend që arriti të shpallat i pavarur pa qenë Republikë e Federatës. Të kujtojmë këtu parimet e Badinderit që vendosin që republikat kanë të drejtë të shpallin pavarësinë. Ka është një popull që u bë katalizatori i shpërbërjes së Jugosllavisë, një realitet që imponoi fillimisht vëmendjen dhe më pas ndërhyrjen ndërkombëtare. Një prej thjeve më interesante këtij rrëfimi është marrëdhënia profesionale dhe njerëzore me Zahmazit dhe Ndirit Bujakukoshi, kryeministit të qeverisë në ekzil. Si këshilltar i padeklaruar, marrëdhënia mes tyre ishte ndërtuar mbi besimin dhe qartësinë e kristal të rrezikeve që kishte koha. Mazi e kishte të qartë se Kosova ishte zemra e krizës jugoslave dhe se çdo qasje e butë në Miloševićit ishte rruga më e shpejtë drejt katastrofës. Në këtë libër del qartë sa shumë ka paguar Kosova çmimin e heshtjes, sidomos asaj europiane. Kosova lufta e heshtjes nuk është vetëm pasqyrë e kaluarës, është ftesë për të kuptuar më mirë të tashmen. Dhe në fund dy fjalë për botuesin. Shtëpia botuese Onufi ka bërë një votim cilësor, të kujdesshëm, me standardin që e meriton ky libër. Bujar Hurti ka ndërtuar prej vitesh një markë serioze në botën e librit shqip. Është botuesi i Spankaderes dhe kjo nuk është pak. Sfundmi zë faleminderit që me këtë libër të shkruar një kapitull shumë të rëndësishëm të historisë shqiptare që rrezikon të mbetet në arrest. Unë doja tani ta mbyllit ju para gjithë miqve që kanë ardhur, të flisit çfarë ju dëshironi. Unë doja të flisit pak gjatë sepse në fakt shumë gazetare e ka intervistuar ambasadorë dhe në basë nuk edhe një lloj lodheje edhe një lloj përsëritje, por falenderoj për organizimin e prezantimit të librit që shkrova. Përzemërsisht falenderoj, sepse nuk është vetëm falënderim i një autori që boton një libër, por është falënderim që më ndjehet. Për arsye se të botosh një libër sot në shtëpi botuese me emër kaq të madh siç është Onufi, që ka botuar tërë veprën e famshmit të Spankaderes, është nder. Në valën e falënderimeve dua të kujtoj këtu se ideja e parë për të shkruar këtë libër mund të habitemi unë shkruaja her pas here ndonjë artikull, mund të keni lexuar ndonjë artikull dhe takoj Fatosën në një kafe. Me shokë një 50 vjetë që ka në universiteti. Dhe si që po pinë në kafe, tha, ti mirë bënda që shkuan artikull her pas here. Po mos hapo se harrohen ato, një sot, një morë, ikin artikull, po të shkuj një për. Ishte stimulimi i parë, vendimi i parë për të shkuj. Pastaj takova Skënder Mixhozin, i tha, Skënder si po dallu në shkollë mirë. Tha, i pak shumë mirë, s'kush një libër. Pastaj takova Lutfie, pastaj takova Ben Andonin. Të gjithë ishin shumë favorshëm që unë bëll me artikuj, është mirë të bëj një libër. Kështu që falënderimet e mia janë për gjithë juve që ju përmendëm tani përzemërsisht. Kjo më shtyn që të them një falënderim për zemër të gjithë juve që keni ardhur sot. Këtu kam shok që nga mosha 10-11 vjeçare, që është Kopi dhe Vullani, dhe ish punojës në cilët jemi bërë mjaft për të çuar përpara integrimit të Shqipërisë, sot në funksione shtetërore, Shqipëri Sufjani, Dubësnik dhe Ministri Sala, është falenderoj që erdhën. Shoh shumë shokë mi që dhe po t'i filloj për mund emra ndoshta do harroj ndonjë, pra të kërkoj falje, do të ndërpres këtu, duke falendëruar nga zemra.
të gjithëve. Është interesant të dihet, unë e kam përmend pak në libër, se para se të ikja shkoja me shërbim në Austri, nga dëshira e prindërve më thotë i madh, mos haro një gjë. Shqiptaria është më madhe se Shqipëria. Në atë kohë se kuptova mirë. Pastaj, mas fillimit të punës në Vjenë, shkova me ish presidenta e Republikës në Helsinki për të firmosur aktin final të Helsinki. Ka qenë shtatori, 91. Dhe kjo erdhi fill pas ju pranoi Shqipëria në KSP, që ka qenë qershori 91, mas të cilës në konferencën e Berlinit, nuk kam qenë në konferencën e Martjes, mas cilës erdhi Jenny Breker këtu, shërbeva dhe në atë rast si interpret në të. Mas firmosis aktin final të Helsinki nga presidenti, unë isha me të në Helsinki, u ktheva në Vjenë dhe thash tani fillon puna serioze zyrtare e Shqipërisë është anëtare me drejta të plota të organizatë për çështën e Kosovës, me amanetin edhe të papajit. Përsëri, duke mos e kuptuar qartë, filloi të shtjellohet ideja me kalimin e muajve në këtë lloj pune, se çfarë do të përtoshte ai. Dhe e gjithë përpjekja, siç përmendi Bujari, e ime është të regjistruar me një arkiv personal mbi 6.000 faqe. Domethënë çdo shkresë që unë dërgoja në misionin e jashtme në presidencë, në kryeministri në atë kohë, e bëja 2 kopje, me një kopje më e vet. Kuptova që mas pak kohë, ose me kalimin e disa viteve, ekzistenca e 6.000 faqeve në shtëpi dosin letër krijon ca probleme në familje. Dhe do të më shojë vetë këta sa të imash këta letra këtu, se letra letë plur. Ai ishte drejt. Unë e kisha në mendje gjithmonë një frazë, merru me këtë punë, pastaj po le të rrinje, se s'po ta prishë shumë, do ta fshim këtu. Dhe erdhi momenti që ta përdorja për librin. Është e çuditshme se kur fillova ta qartësoj idenë e shkrimit një libri, e para punë që duhesh bërë ishin të shkretoj këto materiale që kam. Ju vura punës të shfrytëzimit së arkive, në leximin shumë kujdesshëm të saj dhe në analizimin të pjesëve që unë mendoja se do të ishin të vlefshme për libër. Sepse ato janë shkresa që nuk kanë dalë publik. Ka qenë memo që drejtoheshin vetëm autoritetit dhe drejtuesit të shtetit. Dhe diçka ishte në ato shkresa, ishte bërë me dyrë mbyllura si ta Atosi, si ta Mujari, si ta Lutfiu. Dhe ka ndonjë lloj kujdesi se jo gjithçka që është në një memo mund të jetë vlefshme për votim. Kështu që u përpoqja që ti të nxjerr esencën e gjithë këtyre faqeve, me mos i nxorë esencën e këtyre faqeve në shtypshkronjën e një miku tim në Austri, i cili ka ardhur nga Austria në Pejë dhe nga Peja ka ardhur këtu, i kemi bërë të tëra këto. I kemi bërë të tëra këto që nga i vit duke i çu sa në Gjenevë, në qendrën e informimit të Kosovës, sa në Prishtinë, sa në Gjermani ku ishte qeveria në Berlin të Kosovës. Dhe i gjithë këtë material, nëse u lexu dhe u memorizu, fillova ta hedh në draftën e librit. Dhe sa kalonin muaj, ai shumë shikja që si po s'mallohet teksti. Si ka dhe një kufil se sa mund të shkruash që t'jetë lexueshëm nga njerëz. T'jetë thelbi i gjithçka. Domethënë, u përpoq që të nxjerr një përmes të vështrimit të skaluarës, të vështrohet e tanishmja, duke u përpjekur ta vendosë lexuesin e këtyre fakteve, sikur ajo ngjarje ka ndodhur sot. Sikur po përjetohet sot. Si thash, gjithë libri nuk është letërsi artistike. Është dokumentacion që është bazuar te dokumenta me firmë, me datë, me numër protokollit. Dhe asumimi kryesor ishte që lexuesi pas 30 viteve plus që ka ndodhur këtë ngjarje, ta njohë realisht si ka qenë vërteta, çfarë ka ndodhur, çfarë lumë është ndodhur, çfarë lojra është luajtur, çfarë manipulime është luajtur. Her pas here manipulimet ishin deri në thika ma shpinën, Shqipëria ishte e vogël.
ne operoni me mjetet të pakta në dorë, për arsye që duhet kuptohen, ishin direkt mas ndryshimit sistemit të Shqipërisë. Dhe në atë kohë, Kosova nuk kishte formën që papi që mori si mas Tukës në të natën, si pas njohjes përfundimtare të saj, masi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, i vuri vullën dhe tha që shpallja e pavarësisë nuk është kundër të drejtës ndërkombëtare, është në përputhje me drejtën ndërkombëtare. Pra, është një shprehje që puna që bën reflekton se kush je. Dhe kjo transferohet në breza. Kështu që mendova që duke bërë një libër, jo edhe shokët e miq të dashamirësit do ta shohin që është bërë një punë modestisht jo e parancishme, po edhe familjet janë më mirë. Në njeriu e familjes, çka ka bërë njëri i tjetër? Ky diplomat, drejtatar që kanë marrë diplomat, aty ka thënë çka ka bërë. Se përshtypja nga jashtë sigurisht gjë e lehtë. Nuk është e lehtë, por nuk ka qenë as pak e lehtë, veçanërisht për ne, për Shqipërinë. Se kishim bënë me një auditor ndërkombëtar jo shumë të qartë, hezitues, herë pa dashje, herë pa njohje, herë me qëllim. E duhet atë tim që një pjesë më mirë e disa evropianëve bënë edhe me qëllim këtë punë. Dhe u deshëm rreth 6 vite punë intensive me një intensitet lartë, duke ngritur zërin në mënyrë graduale, derisa u qartësua edhe strategjia e Amerikës. Dhe u pa që bombë me disa në Europë, tani do merremi ne me këtë punë. Çka unë mendoj se e kam pasur eksakt siç ka ndodhur në probleme, siç diskutuar në probleme, si kanë qenë reagimet e shteteve, disa mike, disa lartë jo aq shumë në jug, herë pas here jo aq shumë bimje perëndim, përzierje rreth elementit tonë kombëtar si të Shqipërisë, si të Kosovës. Dhe unë mendoj që kur analizoj gjithë punën që është bërë, konkluzioni që nxjerr është që pak kanë qenë dështimet e të mëdhenjve që kanë pasur pasojë kaq katastrofale për një kom ka i vogël, se sa dështimi që ato fuqi kanë bërë ndaj çështjes shqiptare. Nuk dia formulova qartë. Dështimi i tyre i viteve 13-15, kur për fakun ton të mirë Austro-Hungaria, perandori Austro-Hungarisë dhe Moskoj, që ka donin bënë fuqitë edhe qendrore në dedën Londrës në 1915, votoi hartën asaj kohe. Fletushka e Salzburgut e ushtrisë flotës austriake, votoi një hartë me një shkrim. Ajo hartë e ka Shqipërinë ndarë në 3 pjesë. Serbia futet nga Patoku deri në Kufiri, jugu në Meritalia, pjesa e veriut diçka në Dubrovnikun, Malezi dhe prisht shteti. Dhe ai votoi në gazetën vieneze, votoi 2 herë thirrje popujve të mi, jo popullit tim. Se ishte Austro-Hungaria. Ishte më shumë se një popull. Ja, çfarë duan të bëjnë armiqtë tanë me këtë zonë të Evropës. Është e shkruar, dhe kjo do ta shikoni në libër. Unë nuk po hyj për tjera në libër se të shikoni vetë, por arsyeja kryesore, themelore e kësaj ishte që kjo periudhë u tha nga parakosi. Është lënë hije. Periudha 90-99 është lënë hije. Nuk ka njohuri, nuk përmenden, edhe ka një kapërcim periudhë, kapërcim etapes në fushë. Dhe dilet direkt siç po mund edhe profesori edhe në film. Unë që bëja lufta për të arritur në atë pikë. Pra, interesant si pas 85 vjetësh është e njëjta mësi ndaj shqiptarëve të Kosovës. Dhe në këtë përpjekje, nga fillimi deri në fund, në mënyrë graduale me data, dhe do të jetë si ka evoluar çështja, ja më njëshi. Pra libri ka periudhë të njëshi në përgjyshin, në treshin, e kështë nga deri kur ka një moment në rrydhës në aerit i Napos. Kuptohet që unë nuk mund marrë përsipër një
përfundimtare se çështja. Sepse nuk duhet hyrë në atë që është liria historiane të do ishte jo etike, jo korrekte, që ta është përsi të javësh në një përfundimtar çështje, por mendoj që modestisht kam bërë diçka që ndoshta ja vlen të merret në konsiderat. Shikoha, sepse për të vlerësuar atë që po bëhet sot. Për të parë elementar, se si do të ecet, është mirë të njihet sa më thellë e kaluara, çka ka qenë, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, si do të shkarsoj e tjerë. Kjo luftë 100 vjeçare, unë mendova në këto 10 vjeç kishte nevojë për mundrit. Ndonjë më shumë ndriçim si periudhë. Dhe njëkohësisht kjo luftë është shprehja e qartë e vullnetit, e objektivit, e qartësisë dhe e impaktit që kjo do të kishte si ndaj kombit ton, ashtu dhe në rajonin e Ballkanit Verior. Ajo që ndodhi në shkull në Kostat ishte me dimensione jashtëzakonisht negative për ne, dhe duke qenë ambasador i shtetit në atë kohë jashtë, veçanërisht i merreshin vetëm në çështjen e Kosovës. Nuk ishte e lehtë që të merresha vetëm me Kosovën në një zërim, kur në Shqipëri kështu. Edhe duhesh me shumë kujdes që edhe të flitesh për Shqipërinë, edhe të ngrihesh zërin për Kosovën, me kujdes si mos të ditë se dikush thoshte çka. Unë pak punën tuaj aty brenda në Kosovë se merren ne në punë. Pra, unë desh navigohesh me shumë kujdes në atë periudhë, e cila kaloi brenda 6-7 muajsh, nuk ka përcyje. Edhe në periudhë ne kemi ul pak tonin, zërin për Kosovën. Duke shpresuar që si staf profesor Tarifa. Të njihet sa zi kjo e vërtet, sa më thellë, dhe besoj se do të krijojë një qartësi më të madhe se si kanë evoluar këtë ngjarje, se cili ka qenë roli i Shqipërisë për çështjen e Kosovës. Në roli i Shqipërisë ka qenë mjaft i madh, dhe unë jam mjaft i prekur, mjaft krenar, që ka mundë të tranzirë në bakë për të librit çfarë roli ka luajtur në vendin në tërë këtë periudhë. Deri në periudhën 2008, kur u shpall pavarësia, në mas periudhës të 2008-ës, 1-2 vjeçar, u prit derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha mendime përfundimtare që shpallja e pavarësisë nuk shkelë drejtë ndërkombëtare. Më falenderoj në mënyrë veçantë Bujarin se pa ndihmën e onorit libri nuk do të ishte këtë formë, siç pa ndihmën e Fatosit dhe të redaktorit të parë, leximit parë të librit zotin Lutfi, ky libër nuk do të ishte dalë në formën që ka. I falenderoj gjithëve për ardhmën, falenderoj për Tamar? 15 lidha, por exemplo.